mbështetje që do të shkoj duke u dyfishuar, tërfishuar, katërfishuar, pesëfishuar, vit pas viti, dhe kjo është e gjitha e parashikuar në planet financiare të qeverisë. Duke filluar nga janari, pensionet do të rriten, siç e kam thënë dhe më parë dhe siç është shpjeguar gjëre gjatë edhe nga ministrat përkatës, për te indeksimit. Pra, indeksimi nuk është rritje e pensionit në kuptimin për cilin flasim, por është një mekanizëm që lidhet me çmimet. Ndërkohë që rritja që ne do të bëjmë do të jetë domethënëse vit pas viti. Dhe kështu pensioni urban me vitet plota pune, duke filluar nga janari, do rritet me 18.000 lek të vjetra në muaj, gjë që do të dyfishohet në janarin 2027, trefishohet në janarin e 2028, katërfishohet në janarin 2029, dhe kështu me radhë. Dhe kjo vlen për të gjitha shifrat që do t'jap. Pensioni urban i pjesëshëm do të rritet me 8.000 lek në muaj, pensioni rural do të rritet me 1.000 lek në muaj, pensioni familjar do të rritet me 700 lek në muaj, pensioni invaliditeti do rritet me 600 lek në muaj dhe kështu me radhë. Në ndërkohë, kemi dhëna shumë pozitive dhe në një fushë tjetër që ka të bëjë drejt për drejt me ekonomi, që është arsimi profesional, ku kemi arritur në afro 20% të arsimit të mesëm të lartë para universitar, duke shënuar një rezultat të ri pozitiv, por ajo që është e rëndësishme të theksohet është se punësueshmëria e nxënësve të arsimit profesional është shumë e lartë. Në vitin 2024, sepse 2025 del më pas, kemi pasur 63% përqindjen e të punësuarve nga nxënësit që kryejnë arsimin profesional. Buxheti për arsimin profesional është rritur ndjeshëm këtë vit dhe do të rritet edhe më shumë në vitin e ardhshëm. Për sa i përket politikave të strehimit social, ky vit ka pasur mbështetje për strehim social të rreth 4.000 familjeve dhe në ndërkohë jemi duke përgatitur atë që e kemi bërë me dije qysh në fushatën elektorale, reformën e strehimit social për të hapur një epokë krejt të re dhe për të arritur në mënyrë shumë të ndjeshme numrin e përfituesve, jo vetëm për strehimin social, por dhe për ato që quhet strehimi i përballueshëm në aspektin e çmimit. Në ndërkohë, për sa i përket borxhit, kemi vazhduar të kemi ulje të borxhit dhe faktikisht edhe këtë vit borxhi ulet, ndërkohë që vlerësimet e kreditit Shqipërisë, qoftë nga Standard & Poor's, qoftë nga Moody's, janë pozitive dhe kanë rezultuar me rritje këtë vit, ku Shqipëria pas shumë vitesh në B+, ka kaluar në BB dhe në perspektivë të qëndrueshme për Standard & Poor's, ndërkohë që Moody's rriti vlerësimin nga B1 në BA3. Ka pasur për shkak të rritjes së ekonomisë një rritje kuptim plot të ardhurave nga tatimet dhe doganat, pa rritur taksat. Kjo është shumë e rëndësishme, por vetëm mirë administrimi dhe rritje ekonomike kanë sjell 628 miliard lek në të ardhura të shtetit, ndërkohë që, siç e dini,
janë miratuar disa politika të reja, qoftë përsa i përket paketës fiskale me marrëveshjen e paqes fiskale dhe me projekt ligjin e faljes detyrimeve të parambetura tatimore doganore, qoftë përsa i përket skemës së re të kompensimit të TVSH-s me 10% për fermerët, bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Është po ashtu gati skema e garancisë shtetërore për ndërmarrjet e vogla të mesme si dhe për bujqësinë, e cila ka filluar t'japi efektet e para, ndërkohë që dua ta theksoj këtë, është e rëndësishme edhe sipas vlerësimit të Sigmës, që është institucioni apo organizmi që bën këto vlerësime për llogaritë Bashkimit Evropian, krahasuar me vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria konsiderohet me shkrim, jo me gojë, vend lider në funksionimin e administratës publike në rajon dhe në disa fusha specifike, si që është menaxhimi i financave publike, shërbimet publike dhe menaxhimi i burimeve njerëzore. Natyrisht kjo është totalisht në kundër tendencë me çfarë zihen 700 tenxheret politike dhe mediatike, por nuk besoj se Sigma është një organizëm që ka ndonjë lidhje me qeverinë e Shqipërisë apo me Partinë Socialiste të Shqipërisë. Kemi krijuar shoqërinë Alp 3, e cila është një risi në jetën e vendit, fal një bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara, duke siguruar që Shqipëria, e cila për një kohë shumë gjatë ka qenë e varur nga koncesione të vjetra, të prodhoi pullat fiskale këtu në vend, të markoi karburantet këtu në vend dhe të ofroi një sër produktesh të tjera nga shteti me një teknologji bashkëore që do të rrisin sigurinë, por patjetër do të rrisin edhe transparencën. Kemi hapur një kapitull tjetër lidhur me nevojën për të ulur keshin në ndërveprimet ekonomike të vendit dhe janë vendosur disa limite si fillim, por ajo që dua ta theksoj shumë fort është që deri në qershor të vitit të ardhshëm, çdo biznes që operon në sektorin e turizmit dhe në atë të transportit do duhet të garantojë me patjetër format alternative të pagesave për qytetarët. Pra jo vetëm cash edhe asgjë tjetër, por edhe mjetet për të bërë pagesa elektronike. Dhe brenda vitit të ardhshëm çdo biznes në Shqipëri duhet garantoj formën alternative të pagesës, në mënyrë që kushdo qoftë, vendas apo turist apo vizitor, të paguaj me kartë apo të paguaj me forma të tjera të pagesës elektronike. Dy fjalë lidhur me arsimin. Vjen shumë mirë që kemi bërë disa hapa të rëndësishëm këtë vit në arsim, duke filluar nga fuqizimi i mëtejshëm i sistemit të teknologjisë në dispozicion të nxënësve, ka shkuar në 350 shkolla numri i pikave të laboratorëve inteligjencë dhe do të punohet për të arritur objektivin e shpallur, të bazuar edhe në financimin e vënë dispozicion, për të pasur 1000 laboratorë inteligjent brenda vitit 2027, që do të sjellë një bazë
shumë ndihmëse dhe shumë domethënëse për të gjithë fëmijët dhe për të gjithë nxënësit që të përfshihen sa më shpejt në botën e re të teknologjisë. Në ndërkohë ka vazhduar ndërtimi dhe rindërtimi i infrastrukturës arsimore, ka filluar projekti i transportit me mjetet të prodhuara këtu në vend dhe besojmë shumë që duke filluar nga sezoni i ardhshëm arsimor në vitin 2026 do të fusim në përdorim mjetet e para që do të shtrihen pastaj në të gjithë territorin për të garantuar transportin e mësuesve dhe të nxënësve që deri tani është siguruar duke financuar nga buxheti i shtetit 38.000 nxënës dhe 12.000 mësues për transportin e tyre në bazë të distancave. Ka vazhduar programi kombëtar i zhvillimit profesional për mësuesit, psikologët, oficerët e sigurisë dhe në ndërkohë është nënshkruar marrëveshja për Smart City, një komponent i cilës është rritja domethënëse e sigurisë në shkolla. Projekti i rilindjes së liceut francez në Korçë, si një lice franko-shqiptar i shkencave dhe inovacionit, ka avancuar pozitivisht, është bërë gati struktura kurikulare për programin shkollor, është përgatitur projekt ligji i posaçëm dhe është përfunduar dhe projekti i zbatimit të ndërtesës, puna për ndërtimin e cilës do të fillojë në 2026. Në ndërkohë, siç e kemi premtuar, është dyfishuar numri i oficerëve të sigurisë në shkolla, është ulur numri i nxënësve për një psikolog dhe punonjës social, që kanë arritur në 839, është ndërtuar një mekanizëm i ri informimin koreale përmes një platforme digjitale në shkolla që siguron komunikimin e drejt për drejt mes mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Është miratuar dhe ka filluar të jetësohet kodi i etikës për mësuesit në sistemin arsimor. Ka nisur rishikimi i kurikulave në të gjitha klasat e sistemit arsimor, ndërsa në vitin 2026 do të fillojë aplikimi i kurikulave të reja për klasat 1, 6 dhe 10, duke u bazuar tek një qasje e re që imponohet edhe nga koha dhe që ka të bëjë me shkencat, teknologjinë, inxhinierin, matematikën e kështu me radhë. Në ndërkohë edhe në arsimin e lartë janë bërë investime që vazhdojnë, projekte rindërtimi të godinës Fakultetit të Gjirisë Ndërtimit, të Fakultetit Gjeologji Minierave dhe Muzeut Gjeologjisë, të Fakultetit të Studimeve Profesionale në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrësit, Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknik në Universitetin Elbasanit, ndërkohë që ka përfunduar faza e parë për shortlistimin e studiove që do të marrin pjesë në konkursin e projektit të madh të kampusit të ri të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, ku ka shprehur interes rreth 40 studio. Procesi i ndërkombëtarizimit ka vazhduar të thellohet. Diploma e përbashkët bachelor dhe master e Universitetit Teknik të Compiègne në Francë me Universitetin Politeknik të Tiranës është tani më realitet. Vijon transformimi i Universitetit Bujqësor të Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin Bogut Vjenës me objektivin që të kemi diplomë të njësuar dhe që faktikisht Universiteti Bujqësor të Tiranës bëhet pikë referimi në rajon si një universitet ku mund të studiohet dhe të merret një diplomë e barazvlefshme me atë të Universitetit Prestigjioz të Vjenës. Janë financuar një numër edhe më i madh projektesh kërkimore shkencore në bashkëpunim me
diasporën akademike, dhe janë 252 projekte, dhe kjo është një shifër shumë pozitive që flet për një energjizim në proces, por shumë inkurajues të universiteteve që tani më kanë hyrë në botën e re të lidhjes me programet e Komisionit Evropian, qoftë me Horizon Europe, qoftë me programet bilaterale, ku numrin më të madh të projekteve ka siguruar Universiteti i Tiranës. Ka dhe një sër aspektesh të tjera që lidhen me thellimin e digitalizimit lidhur me arsimin e lartë, në ndërkohë që jemi në një fazë të re edhe përsa i përket thellimit të reformës në shërbimin ton shëndetësor, si dhe përmirësimin e mëtejshëm të menaxhimit të spitaleve tona publike. Prej marsit ka filluar në Spitali Memorial zbatimi i autonomisë financiare, që është një hap i madh përpara autonomia financiare e spitaleve tona, dhe në 12 spitale rajonale dhe terciare po zbatohet autonomia menaxheriale. Ndërkohë janë në proces për të filluar këtë transformim dhe 4 spitale të reja. Kjo do të thotë një ndryshim epokal për shërbimin ton publik shëndetësor. Në ndërkohë kemi hedhur një hap, domethënës, në funksion të rritjes kapacitetit të trajtimit të pacientëve me sëmundje tumorale, që janë bërë gjithmonë më prezente në jetën e vendit, dhe faktikisht është një tendencë botërore që ka një rritje shumë agresive të kancerit në përgjithësi, dhe për këtë kemi vendosur një fond të posaçëm plus prej 15 milion euro si fillim, në ndërkohë që kemi filluar punën për 2 gjëra. Pari, krijimin e Institutit Kombëtar të Tumoreve në Shqipëri, dhe nga ana tjetër rrjedhimin e sistemit shërbimit të kimioterapisë edhe në një sër spitalesh tjera, për të ulur fluksin shumë të madh që ka spitali këtu në Tiranë, dhe për të rritur ndjeshëm kapacitetin e shërbimit. Në ndërkohë janë një sër programesh të reja falas që futen në proces, që nga shërbimi i trombektomisë tek rekonstruksioni i gjirit për si fillim 350 paciente, transplanti i kornesë së syrit, dhe do të vijohet me paketat e reja të kardiologjisë, kardiokirurgjisë, transplantit veshkës dhe kështu me radhë. Në ndërkohë duhet të them që ka vazhduar rritja e pagave të punojësve të shëndetësisë, dhe është marrë një vendim i ri për të filluar edhe njohjen e vjetërsisë në punë të mjekëve dhe infermierëve, gjë që do të rrisë patjetër edhe shpërblimet e tyre sipas viteve të vjetërsisë në punë. Në tërësi parashikohet që pagat për mjekët, flasë për mesataren, sepse ata kanë pastaj shkallë të ndryshme, të rritet me 135 euro të tjera në muaj. Në ndërkohë, kantieri i shëndetësisë është aktiv në të 4 anët e territorit, ka përfunduar dhe po kolaudohet ndërtimi i godinës së re të maternitetit Mbretëresha Geraldin, është rindërtuar Spitali Bashkiak i Kavajës,
është rindërtuar spitali rajonal i Lezhës, është rindërtuar spitali i kardiologjisë në QSUT, është rindërtuar spitali i psikiatrisë fëmijëve në QSUT, është rindërtuar spitali ditor i Peqinit, është rindërtuar shtëpia e të moshuarve në Libov, ndërkohë që janë hapur dhe janë në proces godina multifunksionale e parkimit dhe struktura akomoduese në QSUT që do të mbyllet besoj në shtatorin e ardhshëm dhe do të transformojë tërësisht të gjithë jetën e brendshme të qendrës spitalore universitare në Tereza, duke hequr të tëra makinat nga territori i qendrës spitalore, i cili do të bëhet një park i madh dhe i bukur, që do t'jetë një rritje e cilësisë së shërbimit për pacientët, ndërkohë që të gjitha automjetet, përveç natyrisht automjeteve të punës, ambulancat, do të kenë vendin e tyre në këtë parkim të madh multifunksional të qendrës. Ka filluar ndërtimi i spitalit të djegje plastikës, ndërtimi i godinës laboratorëve të Institutit Shëndetit Publik, ndërtimi i qendrës backup në Vlorë, ndërtimi i disa godinave të reja në Elbasan, ndërtimi i disa pavionëve në Spitalin Rajonal Beratit, rindërtimi i shërbimit patologjisë në Spitalin Rajonal Vlorës, rindërtimi i 2 materniteteve ju hy në listën e pajisjeve, që janë në një numër të madh, pajisjeve të reja, por dua të them që gjithë këto investime mbështesin sigurisht atë që mbetet kryesorja, përmirësimi domethënës i kushteve të punës të mjekëve dhe të infermierëve, dhe më vjen shumë mirë që më në fund po lexojmë që një rënje kuptim plot të tendencës së ikjes mjekëve dhe të zgjedhjes së parë vajtjen jashtë shtetit. Tendenca ka filluar të kthej, dhe kjo është shumë pozitive. 2 fjalë për mbrojtjen, 2 fjalë për mbrojtjen, sepse mbrojtja ka hyrë në një fazë krejt të re si rezultati i kontekstit të ri gjeopolitik pa diskutim, dhe ky vit ka qenë viti i fillimit të rilindjes së industrisë sonë ushtarake, e cila, siç e dini, u çmontua totalisht në fillim të viteve 90, sepse na u tha që s'keni nevojë për këto se na keni ne. Ndërkohë që sot është shumë e qartë që të gjitha vendet kanë nevojë të kenë bazën e tyre industriale, dhe Shqipëria ka nisur ta bëjë këtë. Në ndërkohë që kemi parë me pozitivitet të madh edhe një tendencë në rritje të qasjes së të rinjve ndaj forcave tona të armatosura, ku objektivi është që personeli aktiv të rritet me 30% deri në fund të këtij mandati. Janë 721 rekrut të rinj që janë bashkuar forcave tona të armatosura vetëm këtë vit. Në ndërkohë kemi, siç e dini, ose siç mbase nuk e dini, por që edhe ky është një nga ato mira lajmet që nuk bëjnë lajm, ushtrinë më të mirë paguar në rajonin tonë, përfshirë edhe Serbinë, sa për dini. Dhe do të vazhdojmë të rrisim mbështetjen me paga
të ushtarakëve tanë, sepse ambicia jonë është që ushtria jonë të arrijë në mesataren e ushtrive të NATO-s për sa i përket mbështetjes financiare. Dhe këtë duhet ta dinë gjithë të rinjtë që i afrohen ushtrisë për të bërë një karrierë ushtarake. Ky vit që hyn na gjen me një sistem raketor Javelin që e kemi tani më këtu në Shqipëri, falë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, na gjen me 3 anije patrulluese që i kemi dhurat nga Simot Rajon Italia, na gjen me radar të vëshkimit ajror falë bashkëpunimit me Francën, dhe nuk po zgjatëm se ka edhe të tjera gjëra. Por ajo që mbetet ambicia kryesore është Shqipëria një vend prodhues kapacitete ushtarake që të jo vetëm t'i përdor këto kapacitete për nevojat e veta, por dhe të eksportoj kapacitete industriale ushtarake. Dhe prandaj ky vit është vit historik për ushtrinë tonë, sepse janë hedhur themelet e industrisë së mbrojtjes Made in Albania. Kemi krijuar një kompani shtetërore, e cila ka nënshkruar 6 partneritete me kompani vendase dhe të huaja për prodhimin e armatimit, municioneve. Më në fund do të prodhojmë uniformat këtu në vendin tonë dhe do ta bëjmë përmes këtij sistemi vendin tonë pikë referimi për prodhuar uniforma dhe për tjerët, gjë që nuk duhet çuditë asnjëri, sepse nuk e di për shembull a e keni dëgjuar, por ushtria suedeze qep uniforma, një pjesë uniforma të veta në Shqipëri, por jo në një sistem si ky që kemi ngritur, por në një marrëveshje kontraktuale me një manufakturë private këtu në Shqipëri. Kështu që kapacitetet i kemi, kjo do të jetë një mundësi për ata që janë stërvitur gjatë në këto procese që t'i qasen këtij segmentit të industrisë sonë të re. Do të prodhojmë mjetet blinduara dhe mjetet emergjente civile. Tani që flasim në Shqipëri, po prodhohen një sër mjetesh në bazë të kontratave me disa shtete të tjera. Flasim për autoambulanca, flasim për mjete patrullimi policor e kështu me radhë. Do të prodhojmë dronët luftarak dhe do të prodhojmë dhe sistemet antidron. Dhe porositë e para janë kryer, ndërkohë që 6 muajin e parë të 2026-s do të shiheni me siguri dhe produktet e para, ndërkohë që ne vazhdojmë punën për të realizuar kontrata të tjera për industrinë detare dhe industrinë ajrore. Rritja e buxhetit mbrojtjes është historike, po kjo dihet sepse jemi edhe pjesë e NATO-s, kështu që në këtë pikë nuk jemi të veçantë, kemi bërë atë që po bëjnë gjithë. Nga ana tjetër, kemi vazhduar të vëmë rregull në pronën shtetërore. Është shumë interesant në këtë pikë sepse tenxheret zihen për gjëra nga më të ndryshmet që s'kan asnjë lidhje me realitetin dhe na akuzojnë për një kompani shtetërore që ne kemi ngritur për shtetin. Dhe e kemi ngritur këtë kompani shtetërore për shtetin në mënyrë që në çdo lloj qasje nga të huajt në Shqipëri, shteti ynë të marrë pjesën e vet. Shteti ta marrë pjesën e vet. Jo siç ndodhte më parë. Por tenxheret zihen. Dua të shtoj që në ndërkohë kemi një sër investimesh në mbar vendin, nga Burreli, në Kukës, Kuçov, Pashaliman, Porto Romano, dhe
vitin e ardhshëm do të përqendrohemi në ringritjen e shkollës së aviacionit shqiptar në Vlorë dhe në zgjerimin e kampusit të ri të forcave të armatosura. Po ashtu edhe në zgjerimin e kompleksit muzeal të forcave të armatosura. Mbrojtja civile ka qenë këtë vit përsëri protagoniste dhe do të vazhdoj të jetë për shkak se, siç e dini, zjarret janë bërë një problem i madh që shkon duke u thelluar për gjithë botën, dhe në ndërkohë ne kemi vazhduar të punojmë për të rritur kapacitetet e mbrojtjes sonë civile në të gjitha drejtimet. Po ashtu kemi vendosur edhe fondin për të blerë 2 avionët e parë zjarfikës për Republikën e Shqipërisë. Nuk po zgjadem më tutje, po qëndroj vetëm një moment tek siguria kibernetike. Patëm, siç e dini, një sulm shumë të egër nga bota e terrorit kibernetik, që për fat mirë nuk arriti dot ta shkatronte infrastrukturën tonë digjitale. Sot jemi një nga vendet me kapacitetet më të lartë mbrojtjes kibernetike sa për djeni, dhe nuk e them unë këtë, por e thonë të gjitha institucionet përkatëse të sigurisë në Europë. Dhe kemi marrë vlerësime goxha domethënëse për këtë, sepse kemi investuar në mënyrë shumë inteligjente në mbrojtjen kibernetike dhe në ndërkohë që flasim, si çdo vend tjetër, dhe Shqipëria sulmohet, por asnjë sulm deri në momentin që flasim nuk ka arritur të penetrojë murin mbrojtës që është ngritur infrastrukturës tonë publike digjitale. Këto janë pak a shumë ato që doja të prekja, duke e mbyllur me turizmin këtë shtjellim. Pastaj sigurisht që ka dhe fusha tjera për cilat mund të flasim, rrugës, që nga siguria në kuptimin e punëve të brendshme, që besoj edhe këtë vit ka shënuar nga bipamja e fakteve, jo e të nxjerrëve, kuptohet një rritje pozitive tek bujqësia dhe me radhë. Por tek turizmi kemi një hop tjetër, domethënës, krahasimisht me vitin 2024, ku shënohet një rritje që i afrohet 7%, që është një rritje domethënëse për sa i përket numrit të vizitorëve të huaj, nuk flasim për pasaportat shqiptare. Dhe të ardhurat nga turizmi kanë qenë domethënëse. Në 9 muajin e parë ato vlerësohen rreth 4.4 miliard euro. Kemi pasur një rritje të konsiderueshme të hapësirës së plazheve publike me rreth 18% plus, krahasuar me një vit më parë, ose 1.1 milion metra katror më shumë plazhe publike të shtuara, nga 523 parcela ranore publike kemi shkuar në 1014, dhe në ndërkohë kemi vazhduar punën tani që flasim për sezonin e ardhshëm me disa risit tjera pozitive në këtë drejtim. Nuk po zgjatem me gjithë këto që kam të shkruara këtu, janë shumë.
tundimin e kam shumë të madh që t'i lexoj që të gjitha t'y mbaj këtu një ngjashtor, siç keni mbajtur ju Shqipërinë 12 muaj me gjithë lajmet, me gjysmë vërteta që janë pjesa më e madhe e produktit, po nuk jeni ju që i prodhoni natyrisht, ju thjesht i transmetoni, por nuk po zgjatem dhe po ndalem këtu në mënyrë që t'ju jap juve mundësinë për të bërë pyetje dhe që edhe publiku të ketë mundësi të bëjë pyetjet e veta. Kështu që shpresoj kem qenë një surprizë pozitive për ju, se prisni që t'ju mbaja shumë më gjatë me këto shifra dhe fakte. Këtu s'ka asnjë gjysmë vërtet, këtu janë gjitha fakte. Kështu që si gjithmonë do t'ja japim fjalën veteranes